rregullimin e nusës. Pse 150 euro hajt? Ndërka që zonja Nuria po thë që edhe deri 50 euro hajde. Po dhe është normale edhe ajo, po Amo 150 euro pse me 150 euro është për në vetën. nënvlerësohet. Po, fek, se shumë a mirë është me punu frizer se sa me kom politikane me vjedh motër. Shumë a mirë. Që në ndershme është. Unë nuk pajtuna me qmimet 150 euro standart po jeton. Kosovë jetu jeton. 150 euro. Regull e frizerit. Plus nusja, kur te regullonin ora 3, nusja në mramje do të apet vetë më ndrish pak. Nuk është problemi te klientera. Tuna ty edhe paradite dhe mazdite, me që atë 150 euro. Problemi po te shteti. Po, mas pari janë dy sene, përveç që e bën një çmim që është në treg, që nuk dosh me lujt ma shumë, 150 euro ti për rollën është me gjetë me mu ly për nuse. Ja, jo, mirë ma bënin edhe 500 nëse vi, mirë ma bënin shumë mirë. 150 euro menoj që është minimalja, nuk është shumë shtrajt, se i ki edhe flakt, edhe